si dhe të ministrit të pakicave në qeverinë e Malit të Zi. Më pas do të mund të ndiqni raportet e telefonike të bashkëpunëtorëve tona nga Prishtina dhe Shkupi, si dhe intervistën me kryetarin e organizatës jo qeveritare Hapi Gjelbërt nga Uqini. Ekipi ynë këtë javë vizitoi fshatin Trabojin të Malësisë dhe shkollën fidore në Dacaj të Rozhajës. Ishte kjo pasqyra e shkurtër e edicionit të sotëm të Mozaikut. Emisionin e fillojmë me një kronik të zgjeruar me rastin e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e Malit të Zi, domethënë me reagimet e përfaqësuesve politik shqiptar. Rezoluta për përshpejtimin e proceseve integruese e miratuar në mbledhjen e parlamentit të Malit të Zi të mbajtur në Cetin ishte hap përmes të cilit u përgatit terreni për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Të njëjtën e kaluar këtë vendim e sjellि qeveria në mbledhjen e saj të rregullt. Si u prit ky vendim i qeverisë nga përfaqësuesit politik shqiptar, mund të shohim nga përgjigjet që pasojnë. Mbledhjen e kaluar të qeverisë pikërisht në rend të ditës kena pas miratimi i vendimit për njohjen e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran. Kësaj pune i ka paraprit natyrisht miratimi i rezolutës në Kuvendin e Malit të Zi. Unioni Demokratik i Shqiptarëve ndjek politikë konsekvente, pro-evropiane, pro-proceseve integrative, në jedna partia zakonisht serioze, cila në qëndrimet e veta dhe veprimet e veta rrie denj programit të vet, dhe gjithmonë kena përkrah atë opcion dhe atë vendimi cili shkon në interesin e përgjithshëm. Njohja e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran nga edhe dy vendet fqinje që kanë mbet, pra nga Mali i Zi dhe Maqedonia, janë vendime të përgjegjësisë vendimtare, së pari për shtetet e tyre, pra së pari për shtetin e Malit të Zi, dhe pastaj për avansimin e marrëdhënieve të mira ndërfqinjësore, sa i përket shqiptarëve në trojet e tyre, sot në Malin e Zi, ne shprehim respekt për këtë akt që do të jetë në të mirë të dy shteteve, të fqinjësisë së mirë. Pra, edhe të marrëdhënieve të mira, mendoj të Malit të Zi me Serbisë dhe anës Jeltës, të Malit të Zi me Kosovën, po në anën tjetër edhe të këtyre shteteve me Malin e Zi. Mendoj që ky vendim nuk ka pas nevojë që të pret, domthonë që të pritet kaq shumë. Qëndrimi jon ka qenë që të pranohej diku paralel me shumicën e shteteve të Unionit Evropian. Qeveria Malit të Zi në mbledhjen e rregullt, thotë ka gjetë të arsyeshme që diçka çka është realitet në Ballkan, diçka çka është realitet në Evropë, diçka çka është realitet në jetën e përditshme edhe në skenën politike ndërkombëtare ta verifikoj edhe me aktin e pranimit të shtetit që ndër kompetencat kryesore të qeverisë së Malit të Zi. Ky akt ishte i mirëpritur për të gjithë shqiptarëve në Mal të Zi dhe tash jemi edhe më të sigurt se mbështetja e shqiptarëve për pavarësimin e Malit të Zi para 2 vitesh ishte shumë e drejtë dhe kjo dëshmon edhe herën se integrimet euroatlantike edhe për Malin e Zi nuk kanë kompromis. Pra, me aprovimin e këtij vendimi, ne si shqiptar jemi të respektuar edhe prej qeverisë së Malit të Zi, për atë arsye ne edhe kemi ndonjëherë pas aprovimit të rezolutës në Parlamentin e Malit të Zi, kemi falenderuar edhe zotin Gjukanović, edhe kemi dërguar një urresë dhe mbështetje për këtë akt të cilën e ka arsye.